Unë besoj që aty mbrapa fshihet një individ, fshihet ndoshta edhe një grup, përgatitën materiale, incizime, edhe video, edhe me audio, të modifikuara, në të prejme, montume, ndoshta edhe me këto inteligencën artificiale, aq që nuk e ka fol hiç ato. Edhe ta shpalos ty këtu si informat se e ka thonë filan dietari, filan hoxha, e tjetër. Ai video nuk ka dalë vetvetiu. Ata e ka përgatit dikush me orë të tëra. Edhe vetëm me i hutu njerëzit, me vjen personit pyet si ka mundësi thot ky hoxh me fol këtë fjalë, këtë fetva në këtë vend. Tash ti të vje keq se ka ra prej e ati manipulimet ose tradhtia dhe ati mashtrimi që është bë. Ama sot, do të thonë, me të vërtetë do të më marr një vendim vet njeriu fillimisht, edhe do të më fol për këtë temë shumë që një musliman i ri sot nuk guxon ta ketë burim të fesë, rrjetin social, media, edhe fjale përdoren janë burimet të kontaminuara. Do të thënë burimet lajmeve të informatave që janë të kontaminuara. Ka mundësi të modifikohen, ka mundësi të trillohen, ka mundësi të me AI, me ubo. Edhe dallime shumë i vështirë. Do të po flasim për gjeneratat e vogla, se ndoshta ato ekspertët mund t'i dallojnë. Deep fake është nëse para disa vite ka qenë në nivel shumë të lartë, tash është shumë alamanat. Mund ta dallojsh. Edhe sot është shumë shkurt dhe qartë. Pyetën i tri, të vjen me një informat, ku e more? Do ta përmend TikTokun, Instagramin, tjetrën. Nuk që libër, nuk ka pyet personin adekuat, qoftë hoxha, qoftë tjetër. Më thonë, thjesht është marrë informata prej burimit dezinformatave, kur sot, të thash, edhe mediat, edhe rrjetet sociale, nuk e kanë angazhimin shumica atyre me zbulu të vërtetën. Ajo është fshi ajo më prej historisë së mediave. Sot, media shikojnë një lajm bombastik që do të jetë me shumë ndikim, me shumë ndjekës, me shumë like, ama pse mas se të lajmi ka dezinformata, ka rejnë, ave fare nuk e kanë dert. Edhe kjo po shihet për ditë. Edhe masajna, ndoshta edhe ka procese, edhe në gjykat me persona caktuar se për çat informat, për çat që e ka dhënë gabimisht, ato procese edhe nuk përfundojnë zatët se kur. Do të thonë e mbrojnë veten. Nuk mund të besu në këtë kohë ku është çdo send është e qasshme, do të thonë ki mundësi me pas akses apo me u njoftu me këtë informatat, me mendu se s'ka më marrë vesh se kjo është gënjeshtër. Në Amerikë tash ti e din Trumpi të bën një fushat shumë madhe kundër disa gazetarëve që tallën me to edhe i bëjnë demonologje ku ata e nënversojnë. E njëri ndalohen, javën e kaluar ndalohen, këtë javë përsëri morën leje që do ta vazhdojë emisionin e vet. E thoshte brenda kësaj javës kur nuk pas emision, unë tha asnjë deklaratë s'kam dhënë. A e di se i tregoj të një 7-8 video që i kanë bërë me AI, me inteligencën artificiale, kinsaj çka thotë se do ta vazhdojë punën. Pa e thonë as fakt. Shumë është e rrezikshme. Shumë është e rrezikshme. Më thonë sidomos kur tash po e merr guximin, nuk e din, ndoshta se sheti kush është mbas videos, a është musliman, as është musliman fare hiç. Edhe fol për dietarin, flitet për Allahun dhu xhelal, flitet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e për dietarët e mëdhtë kësaj feje. Do thonë në rast të tillë kemi pas edhe se nuk i pështon. A mund më i pështon njëri dezinformatave? Thjesht s'mundesh, s'në ik. Do thonë njerëz të tillë që ose janë me qëllim ose janë pa qëllimshëm, unë besoj që janë njerëz të smur. Do thonë kanë probleme shpirtërore ata kanë. Do thonë duke nisur nga hipokrizia, duke nisur nga inati, duke nisur nga hasedi, duke nisur janë shumë zemër ngushtë. Kanë probleme të veta psiqike ata, por çat edhe miren me këtë gjë. Se njëri çka është i rahatshëm. Po mund të thonë se një prej pasojave është negative të gënjeshtës, është ti ke mundësi me çu njeriu devim, lajthitje, saj e ndryshon bindjen e tij për shkak të ndonjë videos të fabrikuar. Po. Ose ja instalon aty një dyshim që do ta mbajë tani jetën dhe do të ketë pasojat e saj.
Çështja e dytë është se shkaktohet edhe huti tek njeriu. Do të thonë se vijnë shumë informata të reme, nuk din se ndoshta ne që jemi pak, të themi, kushtimi ligjërata më të re, kemi një lloj njohurie, po ka njerëz që janë në moshë, të cilët hutojnë dhe habiten edhe nuk din me dallu çka është e falsifikuar dhe çka është e vërtetë.